Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Ora News, mirë se vini edhe në këtë të diel në Sport Debat, si çdo të diel do të jemi së bashku për gati 1 orë 30 minuta ku do të flasim vetëm për kombëtaren shqiptare. Sigurisht mirëmbrëma, jemi rikthyer sërish në këtë të diel, do të flasim për kombëtaren, shkurtimisht për kategorinë superiore është vetëm java e dytë, nuk mund të harrojmë jehonën e ekipit ton kombëtar, dy ndeshje të cilat ishin vërtet njëra më ndryshe se tjetra, por sigurisht pavarësisht edhe jehonës, pavarësisht dhe humbjes në Island, ekipi ynë kombëtar sigurisht që ka meritat e tij dhe padyshim gjithë duhet besojmë tek një skuadër ku të gjithë duhet vëmë ndonjë tull, qoftë ne të cilët flasim nëpërmjet pyetjeve apo edhe opinionet që jepen në këtë studio. Me njerë do të prezantojmë të ftuarit në mbrëmjen e sotme dhe më pas do të shohim kuptohet dhe diskutim. Mehdi Bushati, specialist futbolli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmbrëma zoti Bushati. Edira Gjoni, opinioniste, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjej, mirëmbrëma. Klodian Duro, ish futbollisti kombëtares, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Nga anën tjetër është kolegu im Dritan Lundra, mirëmbrëma, faleminderit Lundra, Altin Sulçe, drejtuesi i emisionit në Ora News pra Sport VIP, mirëmbrëma Sulçe nga një studion tjetër, por gjithsesi njërin 6 muaj të lejohet. Dhe drejtuesi i emisionit Xhungël në televizionin News 24, Artan Hoxha, një njohës mjaft i mirë i sportit. Edhe sot duhet ishe në këtë studio, po për arsye personale dhe ish trajneri kombëtar Sulejman Demullari, vetëm disa minuta më parë mjoftoi pra për arsye personale nuk mund të ishte sot në studio dhe sigurisht ne duhet ta mirë kuptojmë sepse jetojmë gjithë në këtë tokë, por me njërë do ndalim të rezultate sot me të Superligës, me ndihmën e grafikës dhe në pas do të themi me njërë të ekipi ynë kombëtar. Para se nisi diskutimi, fillojmë sot janë luatur java e dytë, Flamurtari Skënderbeu 2-1, Tirana Lushnja 1-0, Besa Teuta 2-2, Bylis Kastrioti 1-0, Kuksi Vllaznia 1-3, Laçi Partizani 1-0. Kalojmë tani në klasifikimin. Okej, ka një gabim të grafika. I lutem regjist na kthete rezultatet e Superligës se na ka kaluar direkt te kombëtarja. Okej. Gjithsesi kjo është kombëtarët, na kaloi tek klasifikimi e ndoqëm, gjithsesi edhe rezultatet. Okej, kalojmë tek klasifikimi për gjithë ata që na ndjekin në radio. Klasifikimi Flamurtari me 6 pik, Teuta me 4 pik, Laçi me 4 pik, Vllaznia me 4 pik, Partizani me 3 pik, Bylisi me 3 pik, Skënderbeu me 3 pik, Lushnja me 3 pik, Kavaja me 1 pik, si dhe Kastrioti me 0 pik. E harrove Tiranën, Gjesi, 4 pikë dhe Tirana. Kemi harru Tiranën. Mos e harro Tiranën time. Është 4 pikë dhe Tirana. Kemi harru Tiranën që ka marrë 4 pikë. Okej, do të kemi dhe golat e Superligës më vonë të nderuar shikues, po do ndalemi tek kombëtarja. Regjia do ta ndihmojë me pamjet, ndërkohë që ne do të diskutojmë pikërisht për ekipin ton kombëtar. Zoti Bushati, gjithmonë kur mbet kombëtarja, gjithë ne jemi kritik. Për hir të vërtetës, jesi unë bëra një opinion para 3 ditësh në formë në telefon, që unë jam pro rinovimit Xhani Debiazit, po unë do ta nis ndryshe formulimin e pyetjes time. Si ka mundësi që gjithmonë nisemi ose jemi euforik dhe sot tabela tregon që jemi aty ku kemi qenë? Të thush të drejtën të dy ndeshjet, edhe me Slovenin, edhe me Islandën, u zhvilluan në kushtet e një atmosfere tepër euforike. Sepse në para këtyre ndeshjeve, ose para këtyre ndeshjeve, ne kishim fituar në Oslo, një vend shumë më lartë se sa niveli ekipit tonë, rreth 40 vende më lartë është, dhe me merit madhe. Kjo kishte krijuar një atmosferë edhe duke përfshirë edhe me mediat tona, qoftë shkruara, qoftë ato vizive, dhe kishte pushtuar një atmosferë edhe të gjerë sportdashëse. Dhe të gjithë kishin gati një konkludim. Ekipit tonë kombëtar nuk i mungon tjera gjë, vetëm të mësojnë sambon braziliane se në finale kemi arritur. Edhe kur nuk i japim jehon, themi pse po e lëm pas dore tani. Edhe disa të tjerë ishin me këtë që shqiponjat e Debiazit duke kapur edhe ekranet televizive të Supersportit e tjerë, janë të pamposhtura, disa gjëra që ishte nes një atmosferë tepër euforike. Nuk ka marketing kjo, se jeni organet specializuara sportive që duhet thoni mendimet e sakta. Marketingu të lënë vendin për tjera punë. Në këtë vështrim,
ishte shumë e vështirë një ndeshje në Sloveni. Në qoftë se flitet për probleme të kësaj atmosfere, unë do gjykoja se na qunë ti kritik, po ne japim mendime me qëllim që... Jo, mua më pëlqen shumë shpirti opozitar, me thënë drejtën, sepse kjo është zhvillim. Mire këti, sepse ndihmojmë këtë drejtim, unë do kishe edhe për nga ana profesionale, për shembull, në prag të ndeshjes, në përgatitje për të dy, edhe Sloveni dhe Island, ne luajmë me Armenin, që nuk i përgjigjet nivelit aktual të Slovenisë. Mund të me Brazilin. E dyta, ja të shpjegojmë më vonë, mos u mund. E dyta është që ne luajmë jo në transfer që kemi dy ndeshjet më të rëndësishme dhe më decizive, si që ishin këto me Sloveni dhe Island, por luajmë Tiranë në kushte jo të barabarta. Zakonisht këtu maten shumë, se edhe në të kaluarën kemi bërë disa, ne jemi në grupin, më fali minut, ne jemi në grupin evropian, dhe losim me Katarin, me klub, me vende azjatike, tjerë që s'kanë azjatike. Më shuaj kuriozitet, mi ndatë të dy ndeshjet. Sloveni Island. Pas mund t'je njësoj, jemi realist. Atëhere, në qoftë se me Slovenin, ne nuk demonstruam atë lojë që paraqitëm me Norvegjin në Oslo, nuk ishte ai shpirt loftarak e dëshirë për fitore me Slovenin. Një minut, sepse ne 2-3 zbritje na bën dhe pësum gol. Ti këtë e qunë pozitive. Goli ishe spektakolar, tani, goli mund shnohet. A gjë tjetër, të sulmosh në portën tonë dhe të konkludosh me 2-3 zbritje, në një kohë kur negativiteti kësaj është që ne kishim 50 raste dhe sa rritëm e shënu. Oke, pas mund krasojnë Slovenin me Islandën. Me falë, shënimi golit është pjesë teknike, pjesë taktike, pjesë fizike, psikologjike, gjitha përbërësit e kësaj loje. Prandaj kush din të shënoj, ati edhe... Dite të finalizoj, nëse ekipi do ishte i mirë, patjetër do finalizonte. Kështu që... Sloveni kemi bërë ndeshjet mirë tani. Kështu që në këtë ndeshje, u prise një çik më shumë se sa duhej me Slovenin në kuptimin që mos neshim pikë. Se ishte ndeshja më decisive, kjo me Islandën, por sidomos Slovenia, sepse nga Slovenia ka lumë pastaj edhe me një gjendje morale, psikologjike, ndeshjen pas 3-4 ditëve të Islanda, që u humën të dy ndeshjet. Edlira, prisin më shumë nga kjo komentare? Në fakt jo, sepse u bën 2-0 opozitar këtu me sa duket, se bashkë do vijojmë. Nuk e di si i këndarë panelin, po këtu nga ja nuk e di nëse... Ne se jemi mbledhur për të bërë opozitë, jemi mbledhur për diskutua për më të mirë në komentarë. Komentarja nuk më zhgënjeu, sepse realisht nuk prisja dhe kam deklaruar, nuk është se e them tani që mbaroj ndeshjet, mbaruan të dyja ndeshjet. Komentarja jonë ka akoma një mangësi shumë të madhe, që më bënde mua të isha skeptike dhe jo euforike, të mos prisja në një fitore aq më tepër kualifikim. Mentaliteti? Vajtjen në fazën e play-offit. Se për kualifikim ka peshë më të mëdhenj se sa ne që nuk të lini të dilin nga grupi, por çfarë i mungon kësaj skuadre që nuk u pa jo vetëm me Sloveninë dhe me Islandën, po në të gjitha ndeshjet në grup. Mendoj unë, shpirti skuadrës nuk është aty. Unë e kam thënë prapë edhe specialistët më kundërshtojnë, por me sa e kuptoj unë futbollin, skuadrës soni mungon identiteti i lojës. Unë akoma nuk e di se çfarë është, cila është pika e fortë e Shqipërisë. Si luan ajo, ku mbahet, thuhet që janë dy anët me krahët lufton më shumë Debjazi dhe në atë sektor ka punuar më shumë. Tani nëse do të ishte këtu dhe rrite logjika që për 2 vjet Debjazi ka provuar 50 lojtarë për të shërbyer kësaj fizionomie sportive, atëherë do të kishim pa rezultatin, që mungoi. Do të thotë që ose Debjazi nuk e ka pasur atë vizion në mendje për kombëtaren shqiptare, ose të gjithë lojtarët që ai provoi nuk ju përshtatën dot kësaj skeme që kishte. Ju e keni bërë ju, jo unë. Ka dhe ato që nuk e media, sigurisht. Ka akoma, shiko, e mira e kombëtarës së Debjazis është që ka sjellë sigurisht shumë gjëra pozitive, midis të cilave edhe më kryesorja është që Shqipëria tani mendon me të drejtë që mund të fitojë edhe në transfert, mund të fitojë, nuk është tabu, të fitojë edhe ndaj skuadrave me emër, të fitojë edhe në Oslo, mund të fitojë edhe në të ardhmen edhe në të tjera, por unë mendoj që nuk ka së pari nuk ka fizionomin, identitetin e vetë skuadrës, së dyti nuk ka vazhdimsinë,
së treti nuk shikoj nuk është kompakt si ekip, dhe së katërti pas të fitoj një lloj qëndrueshmërie dhe ta di dhe vetë skuadras të cila është pika më e fortë dhe në bazë të kësaj të gjej lojtarin që i përshtatet ekipit dhe jo ekipi të shkojë dëgjej patjetër një lojtar që i sugjerohet nga 400 tanë, vetëm atëherë mund të shpresoj që minimumi për Euro 2016 ta nisim jo me eufori dhe ta përfundojmë me eufori. Klodian, si ish lojtari kombëtare, si e pat këto dy ndeshje? Po normalisht, si të gjithë shqiptarët, me vëmendje më të madhe dhe me dëshirë më të madhe që nga kombëtarët jonë të prisnim diçka të mirë, dhe unë normalisht mendoj që ajo bëri maksimumin në këto dy ndeshje dhe mori atë që dha në fushën e lojës, por që normalisht ne duhet jemi realist me kuptimin e gjerë të fjalës, sepse ne si shqiptar na karakterizojnë disa virtyte që nuk mundemi dot që të dalim prej tyre. Normalisht neve jemi shumë entuziast në fazën kur shohim një rezultat pozitiv dhe jemi shumë kritik kur na ndodh një rezultat negativ. Ky është një diçka që neve dal nga dal duhet që ta rregullojmë dhe ta sjellim në ato nivele ku me gërma të mëdha duhet ta fiksoj mirë këtë fjalë, duhet të jemi realist. Realist çfarë kupton? Realist kupton që duhet të dish mirë forcat e tua, duhet të dish mirë ekipin që ke në dispozicion, lojtarët që ke në dispozicion, trajnerin që ke në dispozicion dhe emrin dhe historinë që ti ke në dispozicion. Që të thellohem më tepër nuk e di nëse do të flasim më vonë, unë mund t'ju flas tek kombëtarë, në ndryshim nga Slovenia tek Islanda. Pra dy ndeshje që patën ndryshim kolosal për i zëvërtetës. Unë do t'a kapja fatikisht gjatë disa kohë, do më thonë janë bërë shumë komente, se normalisht Shqipërisë nuk i mungojnë, do më thonë specialistët dhe të gjithë kanë opinionet e tyre, por që unë si një pjesë e asaj kombëtare dhe si një ish futbollist i saj, për një kohë të gjatë, mendoj që e njoh mirë mentalitetin e ekipit tonë kombëtar dhe e njoh mirë të gjithë opinionin që e rrethon këtë kombëtare në të gjitha momentet e saj. Por ta kapur tek ky edicion, të cilit po flasim dhe vim tek dy ndeshjet e fundit që sapo ju më tha tek Slovenia dhe tek Islanda, mendoj që sikur t'i ktheshim një retrospektive të shpejtë, domethënë që nga fillimi unë do të thoja që ekipi kombëtar ka qenë në disa momente të vështira në fundin e edicionit të kaluar, për faktin e thjeshtë sepse kësaj kombëtari u largua një pjesë e mirë e atyre lojtarëve të cilët kishin bërë goxha rrugë me ekipin kombëtar dhe jo pak, por 4-5 futbollistë të cilët dhe mbanin peshën kryesore të saj. Një nga këta jam dhe unë që ndodhem këtu dhe normalisht të gjithë për arsye të ndryshme u larguan nga kjo kombëtare. Dhe normalisht nuk ishte një detyrë lehtë për këtë ekip kombëtar që të filloj në atë fjalë që unë e kam dëgjuar nga të tjerë, por jo nga unë, të rimëkëmbesh. Këtë fjalë normalisht e ka thënë media jonë dhe normalisht media është pjesë, siç jam dhe unë futbolliste, dhe media është pjesë e familjes së futbollit dhe normalisht të gjithë bashkë bëjnë atë që quhet familja e madhe dhe unë mendoj që të gjithë ne nga pak kemi pjesë të kjo kombëtare dhe të gjithë sado pak jemi apo nuk jemi pjesë e saj përbërëse, duhet t'i gjendemi në krah dhe duhet ta ndihmojmë atë. Por jo, siç e thash dhe përpara, të jemi shumë kritik kur ajo humb dhe shumë entuziasht dhe shumë euforik kur ne sapo fitojmë një ndeshje. Kështu që unë do të thoja, nuk ishte e lehtë për faktin e thjeshtë, sepse po t'i hym një analizë teknike, do të thoja që nuk është e lehtë që ti të ndrosh një trajner dhe të fillosh me një trajner të ri, që këtu ka filluar ndryshimi. Çfarë do të thotë? Vjen një trajner i ri dhe normalisht i duhet kohë që të njohë qoftë edhe fanellën e Shqipërisë, qoftë edhe flamurin shqiptar, qoftë pastaj edhe po të hyjnë në brendësi lojtarët të cilët janë pjesë aktuale e kësaj kombëtare dhe lojtarët e rinj për t'ju bashkangjitur kësaj kombëtare. Unë mendoj që në të përgjithshmen e punës, unë do të thoja fjalët më të mira për këtë kombëtare të këtij sezoni, sepse duke u nisur nga ato që thash më përpara, nuk është një diçka e lehtë që kjo kombëtare brenda një edicioni të hyjë dhe t'i kërkosh shumë objektiva një herësh. Unë mendoj që gabimi vetëm që
ishte kjo kombëtare është sepse me Oreksin duke u shtuar falë asaj fitore me shumë bujë dhe me shumë djerës në Norvegji, të gjithë menduan dhe filluan të mendojnë që Brazili u afrua shumë dhe do të jetë shumë afër. Por unë mendoj që faktikisht llogaritë bëhen me këmbë tokë dhe për të qenë realist, unë e thash, ne duke futur dhe veten brenda, pavarësisht se mund të dukem sot me nota realiste, duhet që t'i bëjmë llogaritë mirë dhe llogaria mirë po t'i biesh dhe me rrugë teknike për të shkuar në Brazil, i bie që ne nuk kemi fluturim direkt nga Shqipëria për në Brazil. Kështu që më përpara duhet kishim menduar tranzitin nga do ta bëjmë dhe pastaj të mendonim uljen apo ngritjen nga aeroporti që do bënim tranzitin për të ulur në Brazil. Kështu që unë mendoj që kjo kombëtare ka dhënë maksimumin e vet këta dhe mendoj që duhen përgëzuar ata djem dhe ata futbollistë të cilët janë pjesë e kësaj kombëtare, sepse në një moment të vështirë, po ta fus komplet e popullit shqiptar, domethënë nga të gjitha anët, jo vetëm ajo sportive, unë mendoj që kjo kombëtare sadopak i ka dhënë diçka pozitive këtij populli dhe e ka bërë atë të paktën, e thonë gjithë, të shpresosh nuk të pengon askush, po unë mendoj që kjo kombëtare unë mendoj që jam realist, domethënë, ka dhënë atë që unë e prisja të jepte, ajtë sa ka mundur. Ose i ka kaluar dhe ato pak parashikimet e mia që mendoja në fillim të edicionit. Lundra, për të hapur diskutimin, sepse... Por, më falë, Nertin, por që normalisht gjithë kush nga ne, të gjithë që jemi pjesë e futbollit, unë si futbollist, juve media, ish futbollist, ish specialist, qoftë edhe gazetarët, normalisht gjithë kush ka mendimin e tij të lirë dhe gjithë kush unë e thashë përpara, çdo mendim, çdo fjalë e thon realisht do t'i bënte shumë punë në futbollin shqiptar. Klodi foli gjatë për skuadrën kombëtare me ngjyra roz për këtë kombëtare. Normale, ish futbollisti kombëtares, megjithatë do thoya që ajo skala apo ai tranziti mjaftonte vetëm një pikë në dy ndeshje në Sloveni apo në Island, që ne ishim akoma në atë pjesën e tranzitit. Duke qenë se jemi në vendin e 5 me 10 pikë, unë do t'i veja nota pozitive, pavarësisht se jemi në vendin e 5. Nuk më intereson fare vendi 5, më intereson fakti që skuadra kombëtare deri në këto momente, pra deri para ndeshjes me Islandën, eci dhe na dha një shpresë që ne mund të ishim në play-off. Do thoja që ndeshja me Islandën ka qenë një skandal i vërtet. Jeni Prekisht të do them pse. Nëse ka ndonjëri në këtë botë, më shpjegoj mua se si ka mundësi Andi Lila të luaj mbrojtësi majt me kombëtarin, sa herë që Andi Lila ka luajtur mbrojtësi majt, atëherë skuadra kombëtare ka humbur. E para. Më fal, ta mbaroj Klodi dhe vazhdo sa duash. Absolutisht nuk ka mundësi. Absolutisht nuk do të ndërpres, vetëm një, si më thënë që bisedat bëhet konstruktive, domethënë të jemi në një linjë. Normalisht më bëra një rezume u mundova t'i bie sa më shkurt për të qenë sa më të qartë, edhe për opinionin që na dëgjon edhe për gjithë sportdarësit, qoftë edhe për juve. Po normalisht po t'i hym, domethënë më fal që të ndërpreva, të kërkoj falje dhe realisht nuk do të ndërhyj më. Por nëse do të ndajmë pastaj në pjesë, domethënë analizë teknike që ju sapo e filluat, atëherë domethënë ajo fjala skandaloze nuk mendoj që bën pjesë, domethënë tek kjo punë. Skandaloze pra është. Edhe një herë po them. Është shumë fjalë e madhe, si më thon skandaloze, dhe shumë e rëndë, do ta thoj. Po them, në 20 vjetët e fundit që un kam parë kombëtaren shqiptare, ndeshje më të dobët se në Island unë s'kam parë në jetë. Më e dobët se Rumania s'ka qenë një herë. Më e dobët se Rumania. Po Rumani 6-1. 6-1, lëre Rumaninë Rumani. Pra, thamun një dyert si thuaç. Të lutem ta mbaroj se kam shumë shkurt. Pra, luan në krahun e majt, mbrojtësi majt Andi Lila, s'ka luajtur kurrë në jetën e vet. Atëherë, në qoftë se dikush Debjazi ka sekser nga mbrapa, që i thonë që duhet luaj se s'bën. Një sekond pra. Ja, ky është momenti i golit ku kemi mësuar Island. S'është momenti i golit më. Gjithë aksionet e Islandës e bën në krahun e majt. Në qoftë se Andi Lila do luaj mbrojtësi majt, sepse do dikush të luaj se s'bën Andi Lila në formacion dhe do luaj në krahun e gjatë. Ajo çështje mbrapa kuintave s'na intereson. Po flasun më burrë. Okej, dakor, po. Po flasun më. Do ta them me emër se kush është menaxheri Andi Lilës. Që duhet luaj se s'bën kombëtare Andi Lila. Qoftë edhe nga dëshira e madhe. Atëherë, kalojmë në faktin tjetër.
kemi një futbollist. Jo, ma Andi mund luajnë krahun e djathtë. Krahun e djathtë mund të Është pozicion natyral. Po pse do thonë krahun e majt? Lutem, sipas opinionit tuaj, gabimi ka qenë taktikisht në Island Jo, ishte nga detyruar në Slovenia. Andi e ka vend e majt. Edhe kur Krahun e djathtë ka të vetin, Pe ka të vetin, është në pra. formë. Pra ka qenë gabimi i trajnerit tonë jo. Po normale më është detyruar ta luajë. E para, Pikpyetja është e Dallgu, nuk është e Lila. kemi Lutë Ysa ose mund të ishte alternativë Angeli. Ore, më fal, ty bëj dhe pyetje tjetër. Mos e dini gjë Karpi në një skuadër të elitës të kampionatit botror. Karpi është një skuadër e cila ka ardhur nga kategoria 3. Një sekondë pra, po një sekondë më buri dhët më. Çani është rezervë e Karpit. Ndërkohë që Kaplani, i cili luan në ndeshje me përfaqësuesen shqiptare, ka shënuar 3 gola përpara, sot shënon golin tjetër dhe nuk thirret më kombëtare. Pra ne kemi nevojë për futbollistë kombëtar. Bën 20 orë udhtim Hamdi Sali nga Kina për të ardhur të luajtur me kombëtarin, ndërkohë që kemi futbollistë të tjerë, Sali është i domosdoshëm në skuadrën tonë përfaqësuese. Por ama kjo skuadër kombëtare, e cila është ngritur me shumë mund, me shumë sakrifica, me shumë futbollistë të cilët janë vërtet të mrekullueshëm në këtë kombëtare, çuditërisht nuk futen. Ne kemi një Abrashi, i cili në ndeshjen miqësore ishte më i miri në fushë. Nuk luan vetëm 8 minuta me Sloveninë. Po aq më ka menduar trajneri tani. Më pra tash trajneri po gjykojmë. Okej, po është drejtë e trajnerit. Nëse Klod Duros është shumë Po fort, nëse është drejtë e trajnerit, atëherë ta mbyllim gojën e tjerë dhe mos flasim as si fjalë. Pra të futesh Andi Lilën në krahun e majt, kur nuk di të stopoj topin. Po kishte për alternativë, kishte Hysaj. Hysaj me Empoli. Kishte Abrashi që mund ta fuste edhe mbrojtësi i majt. Kishte Gashi më. Se thrasin Vangelin. Se nuk e thrasin Vangelin. Ndërmjet të mirët ka pas, ka marrë Cristiano Ronaldo. Jo. Okej, ja se ka Klod diçka. Po jo. Ja direkt te ju Bushati te Klod, po. Lundarat, qëndrojmë tek disa probleme më madhore. Lëvizja nga krahu i majt, djathtë, i një lojtari është një staf teknik që studion muj tërë me radhë. Po, a studiuar, basta kjo është pyetja, a studiohet edhe apo jo? mund t'jenë gabime, po pse humem ne me Islandën? Së është një çudi e madhe se Islanda në rafi edhe në Tiranë. Ne pam si na mund të Tiranë. Një minutë, ndeshje më mirë që kemi bërë ka qenë me Islandën në Tiranë. Si rrjedh, ne erdhme ndeshje me Irlandën, me Islandën, pas humjes me Sloveni dhe një klimi negativ, psikologjik e moral, për 3-4 ditë tek sportistët do ishte i madh. E kupto? Edhe me këtë gjendje morale ne erdhëm dhe u futëm në ndeshjen e dytë. Mund të ketë në ndryshim formacion, po problemi është që në këtë ndeshje ne në krahasim me të parën nuk demonstruam asgjë. Po pse do thushti? Po nuk na rrafi vetëm me rezultat Islanda. Na rrafi në gjithë komponentet që ka loja futbollit. Në taktik, në teknik, në fizike, Jo, po se nuk i tha njëri Teli dil huq për profesor. Urdhë? Nuk i tha njëri Teli dil huq. Po s'kishte më alternativë tjetër mos. Po doli huq pra. Po doli mos më është rasipa, nuk është se na mundi. Po nuk është se na mundi Islanda në të gjitha aspektet. Ne ishim në të gjitha aspektet dominoi Islanda. Ta pranojmë atë. Onë ti që kena dalë në zemër dhe ke pasur Klodi dy kur del në zemër. Po avokatin e djallit, s'kam të bjallë. Po marrim tani. Po. Unë nuk isha në mend me Umar sot me këtë në pamjet parë duke teori konspirative, atë që tha Taçi, po që si mbas me është 100% e saktë. Që lojtarët i vendosin në çështje trajneri. Mbas një muaji do kemi edhe 2 ndeshjet e tjera dhe nëse ti do më thresësh atëherë do ta nxjerrim edhe skemën se si funksionon kontari. Një minutë, do ta sjellëm faktin për mos u ngocë edhe 2 ndeshje pse. Se s'duam mes ç'a ndodhet e sipër. Atë që thot zoti Bushati, pra që anë teknike taktike. Kjo është tjetër pjesë. Merita që i njohun deri tani Xhani Debiazit është që në ato xhungël, dhe është vërtet xhungël, që rrethon kombëtarën shqiptare, ai ka mundur, më shumë se trajnerët e tjerë në të kaluarën, të ketë hapësirë pak më të madhe. Po jo sa që ka. Ka pak më të madhe. Sepse në kombëtarën shqiptare ka menaxher, ka kolegë tanë, që ti se di dhe po të them, kur të maroj mas një muaj, të maroj dhe 2 ndeshje të tjera, na thirr prapë dhe do t'i them. Dhe për fat keq janë këta njerëz që po ndikojnë me Xhani Debiazin, ndikimi i tyre është më i vogël se çka që me trajnerët e tjerë. Po si t'ia bëjmë trajnerët shqiptar e njëjtë gjithë, trajnerët tuaj mos u tani. Po them edhe një herë, si është e mundur që lojtarët të cilët sa i merr menaxher Artani, thirrën kombëtare dhe lën sulçën në stol. Po jo s'beson ti. Tani, shiko,
një koincidencë, 2, 3, po kur bën janë 7-8 koincidenca... Mos besojmë se s'është Po mi ti mos e beso. Ti do fakte, kur të marroj me emra, do t'i marrë unë, i kam unë. A luan kategori drejt ai, Edgar Çani. Pse s'është në stol? Nuk ka lidhje me, do t'i themi, nuk është thjesht Çani, nuk ka lidhje me Çani. Jo, mora një shembull. Kombëtarja shqiptare ka 2-3 menaxher, ka 2-3 të tjerë që rrin rrotull këtyre menaxherëve. Po them, unë nuk do ta ngacmoj edhe Klodin, se po të filloj të tas Klodin, zbërtheje pa mom. Pastaj i kalon. Ajo bluza e zezë, aty fëmishë e zezë i bëhet shumë në zbajt e verë si bluza e Elbasanit. Po them, në qoftë se duam që kombëtarja shqiptare me këto gjëra të mira që ka bërë deri tani, kjo kombëtare që është aktualisht, me lojtarë të rinj, lojtarë të mirë, me një skuadër që ka filluar të funksionojë, po bëhet rigjenerimi i kombëtarës, ajo që tha Klodi pak më parë, që ne nuk mund t'i kërkojmë 100 objektiva kombëtarës, por në qoftë se ne i duam maksimumi kombëtarës, atëherë këta që janë këto ferrat dhe drizat, që janë mbrapa, duhet ta lënë më të lirë kombëtarë. Keqja na shkon mendja. Po jo pra se nesër rresim lojtar të formacionit të një skuadre Grasshoppersit, që është lojtar baza atij, luna atij. Dhe ti e thretat e mban stol dhe do fusësh një tjetër atje. Po ka sepse ka menaxheri X, tani e do që sot jemi. Po sigurisht duhet. Po të një muaj kohë për çka. Po thuaj pa një, po thuaj një lojtar. Po thuaj do të sjell më një nga një. Po thuaj një lojtar. Po ta them orë po të them Abrashi dhe Gashi janë dy futbollistë të cilët në ndeshjen për Europa League e bën për vdekje Fiorentinën. Fiorentina e cila është në vendin e 7 me 7 pikë në vendin e 2 kanë italian. Dhe të dy këta futbollistë thirrën në ndeshje miqësore, Abrashi është më i miri në mënyrë absolute dhe nuk luan as një sekond. 8 minuta luan me Sloveninë. Po marr një shembull, po marr. Të bëj, më fal, e fundit fare. Dje kam ndjekur ndeshjen e Manchesterit. Speakeri anglez thot shqiptari Januzaj. Po mi mos është faji federatës se ka bërë festë po ta si faji është. Po merr pra është drejtë lojtarë. Kapim të speakeri anglez. Speakeri anglez nga gjeti që është shqiptari. Po jo, nuk duhet ta ndaj. Më ti marrë, ja u bë pse të liste 8 vjeç kombëtar. Po ne një fjalë fundit ta mbyllim polemikën. Po them kaq tani edhe në qoftë se i njëti menaxher ose grup menaxherës, o më thuj menaxher, një minutë për ta marrë tani. I njëti grup do kishin marrë edhe Duro në grupin e vet, Duro do kalonte edhe rekordin e Lalës përpara, e them që do ishte prapë masës do luten në ndeshjen e kombëtarës, por do ishte stol do futej 10 minuta. Okej, shkëpunëm pak çaste, shkojmë në publicitet, shndrojmë ne për pjesën e dytë. Ja për i këthemi sërish në studio në këtë pjesë të dytë, Klodian? Jo, normalisht duket që debati, në më thënë, vazhdon dhe normalisht ku ka debat ecët për para, sepse... Por që normalisht unë e thash për para, ne duhet jemi realist dhe në qoftë se vim këtu, do më thënë, për të folur për futbolën, duhet jemi sa më realist dhe të jemi sa më konkret tek ato që themi dhe sepse të flasësh për futbolin, unë e thash për para, familja futbolit ka shumë dek brenda saj dhe normalisht që ti bashkangjitem me dhe kolegëve, si më thënë, që jemi në studio, do të thoya që ana e medias, normalisht media është ajo e cila, do më thënë, bën opozitën, por që duhet jemi realist, do më thënë, dhe normalisht tek puna e futbolit hynë edhe manaxherët, hynë edhe media, hynë edhe drejtuesit, hynë edhe drejtorët sportiv, hynë edhe futbollistët, hynë trajnerët, hynë drejtuesit, presidentët, hynë kameramanët sportiv, hynë një seri njerëzish. Do të thotë që është një botë shumë e madhe, të cilët punojnë brenda, do ta quaj brenda këtij topi të rrumullakët, i cili quhet jo më kot merr fjalë edhe ajo fusha dhe topi bëjnë fjalën që quhet futboll pastaj. Dhe prandaj thash, për të qenë konkret pastaj është normalisht është disi e vështirë, sepse ne ky ambient shqiptar, domethënë është disi përflitet çdo gjë në kërkashi qartë dhe përflitet çdo gjë dhe normalisht njerëzit të cilët bëjnë punën e tyre normalisht gjithmonë do të përfliten dhe do të por po ti hyjmë në analizë teknike, unë tani si në fillim teknikisht atë që ka prodhuar kombëtarja jon gjatë edicionit dhe më saktësisht në 2 ndeshjet e fundit. Unë e thash edhe po e nis aty ku e lash, është një sipërmarrje vështirë, të cilën unë mendoj që trajneri aktual, De Biasi, e ka marrë me
normalisht ku para se të firmose dhe para se të pranoj këtë detyrë ka bërë llogaritë e tija mirë. Dhe normalisht unë do të mendoj jam i mendimit që çdo trajner do më përpara veten e tij do shumë mirë, pastaj do menaxherët, gazetarët, futbollistët apo të gjithë ata që i rrethojnë. Dhe normalisht një trajner nuk mund t'i lejoj vetes të bëj gabime të cilët do t'i kushtonin atij vendin e punës. Për karrierën, po, kjo është kushtonin. Dhe normalisht po të hym teknikisht. Në Ertil për ta zbërthyer më gjatë si bisedë, domethënë po të hym teknikisht, normalisht që unë jam i mendimit totalisht që trajneri ka bërë një punë të mirë gjatë edicioni, por brenda kësaj pune ka dhe ai ato gabimet e tij. Gabimet e tij që unë nuk mund të marr përsipër të gjykoj një trajner i cili ka shumë më tepër eksperiencë se mua te kjo fushë, sepse unë jo më larg se para 3 muajsh jam darë nga futbolli i luajtur dhe nuk marr përsipër që të bëj trajnerin sot këtu në studio, por që me atë syrin do e bësh së shpejti? Me atë syrin tim normalisht trajner me letra jam, si më thon. Që të prodhojmë dhe në lajm, kështu që për të hyrë nga ana teknike gabimet ekzistojnë dhe gabimet pa gabime në futboll futbolli nuk do të ishte i tillë, sepse një ndeshje, më fal, Xhezi, për ta mbyllur, si më thon, sepse një ndeshje fitohet nga gabimet. Kështu që siç edhe neve arritëm që të fitojmë në Norvegji dhe kjo është të cilët gjithë e quajnë një fitore të madhe të futbollit shqiptar dhe normalisht e tillë duhet të jetë sepse çdo fitore jona aq më tepër në një arenë ose në një pjacë europiane siç është Norvegjia është për të bërë bujë, por unë mendoj dhe thash edhe që në fillim bisedës që ekipi kombëtar duhet gjykuar është një seri, domethënë lojtarësh që kur ka filluar ekzistenca e ekipit kombëtar dhe deri më sot. Dhe normalisht duhet marrë një si e tillë, sepse ekipet e mëdha të cilat ne sot fatmirësisht, do të thosha unë, nuk i kishim në këtë grup kualifikues, por për të qenë realist, dhe kjo është ajo të cilët neve na urrit Oreksi, qoftë edhe mua bashkë, edhe pse jo, dhe e them dhe sot që kam shpresuar që kjo kombëtare, derisa deri në këtë pikë mund t'ja dilte, dhe ndeshja në Slovenia tregoi këtë që ishim fare pranë arritjes të këtij rezultati pozitiv që do të jepte shpresë pastaj edhe për ndeshjen e dytë në Islam. Por po ta kapim që nga fillimi, domethënë unë e thash që Debiasi ka pasur një detyrë shumë të vështirë dhe ai besoj unë ja ka dalë mban. Sepse i ka rritur Shqipërisë një numër të madh futbollistësh. Dhe kjo ishte mendoj unë detyra e tij për këtë edicion, të arrinte të krijonte një seri futbollistësh të cilët pastaj të krijonte dhe të kishte luksin që të bënte zgjedhjen e tij më të mirë për të krijuar atë 20 ose 22 e cila do të ishte më që arrinte pastaj nga sasia tek cilësia, sepse vetëm cilësia na çon përpara. Sigurisht. Cilësi, domethënë të cilën në të gjithë këtë edicion neve brenda këtij rrethi të gjerë futbollistësh e kemi, por që për periudha të ndryshme, qoftë për arsye dëmtimesh, qoftë për arsye kartonësh, sepse futbolli i tillë nuk i kemi pasur në të njëjtin moment në çastin e duhur dhe në momentin e duhur. Për të hyrë më konkretisht, vetëm një gjë për bëj. Reparti më i stabilizuar i kombëtarës në këtë edicion ka qenë porta dhe mbrojtja. Por edhe brenda këtij reparti, do thosha, reparti defensiv ka pasur luhatje brenda edicionit. Në ndeshjen kryesore me Norvegjinë në Tiranë ka munguar Cana dhe ka lozur Teli. Ndërsa në 2 ndeshjet e fundit ka munguar Mavra dhe ka lozur përsëri, është rikthyer Cana dhe ka bërë dyshen me Telin. Do të thotë që nuk ka qenë e gjitha një seri, pas ka qenë komplet. Unë mendoj, domethënë që shqyqyr që ne kemi pasur këta futbollistë në këtë gjendje dhe në këtë formë të momentit, sigurisht ka vend, dhe unë e thash, domethënë se cilësia nuk është gjë që arrihet brenda ditës, dhe dalë tek edhe ato që përmendin dhe media, domethënë futbollistë të cilët lozin sot në për ekipe të mëdha siç janë Zvicër, Gashi, Abrashi, dëgjova këtu, por normalisht po t'i bëjmë pyetje gjithë opinionin shqiptar, a i njihni këta futbollistë, unë mendoj që një masë e vogël e tyre do të jetë në gjendje që të flasi po unë njoh. Për të mos thënë që të jemi konkretisht në fakt. Që të them më konkretisht mund të njohim. Futbolli nuk duhet me opinione. I njeh X apo si jep Y. Do kalojmë te Bushati se ka disa minuta që po. Dhe më 30 sekondë, e rëndësishme është që ata janë futbollistë që mbajnë në krah. Unë të dëgjoj me kënaqësi në çdo gjë, po vetëm mos jep përcaktime. Opinioni është mendimi jot, por futbolli lozet në fushën e lojës dhe unë këtë po them, në fushën e lojës unë mund të kem parë
që e kam ndjekur rregullisht, nuk kam lënë ndeshje të ekipit kombëtar, pa e parë. Dhe unë Gashin dhe Abrashin i kam parë nga një ndeshje. Dhe normalisht nuk mund t'jap gjykim për një ndeshje për këta futbollistë. Po, nuk mund t'jap ndeshje. Unë mendoj që është anë pozitive që ata janë pjesë e ekipit kombëtar dhe do të kenë dhe ata kohën e tyre për të treguar vlera, sepse fusha ka një gjë të mirë të cilën shumë mirë e shfrytëzoi, do të thosha unë në këto takime, një futbollist i ekipit kombëtar, i cili është Kaçe, i cili ju dha shansi, ju dha fusha, tregoi veten dhe vazhdon. Ka shumë gjëra për të korrigjuar, por është në rrugën e drejtë për të mbajtur, vërtetoi me cilësitë e tij për të mbajtur vendin e titularit. Ma me kam tokë, se humem ne tashti, dhe kemi një 10 vjetë më shumë që humim. Se hume ekipi kombëtar. Para zgjidhesh unë do mendoja. Pa një kampionat kombëtar të fortë, nuk mund të ketë kombëtare të fortë. Ne janë zhdukur komplet klubet elitare. Me falë. Po këtë shvaj të i federatës është? Si? Të shvaj shtetit, 20 vjetës. Si shtetit? Ka faj shtetit, mos kalot e shtetit. 20 minutë. Kjo e një problem madhor që federata jonë, për shembull, unë s'kam parë asë një shqetësim, kampionati Islanda nuk ka kampionat fort. Me falë. Kombëtarën e ka të fort. Me falë. Atë më prononcime asë kun. Do thot nuk ka. Po të jap një shembull. Po? Spanja. Mirë no, ne këto do marrim modelet apo jo? Modelet, oke. Vilarin. Pra, problemi është Spanja, qarë kishte, edhe neshjen me shpresat tona para 3-4 ditëve, mu më bëri për shtypje shumë të madhe. Qfar? Edhe ekipi i shpresave që quhet të shiku 21, përbësh nga lojtarë vetëm të Realit dhe vetëm të Barcelonës. Një lojtari vetëm ishte nga Valencia. Dhe me thanë, ky lloj linje ka shumë rëndësi tek neve. Po se s'kanë ata profesor, nuk kanë lojtarë në Anglia. I kanë gjithë në Spanjë, se kanë 2 skuadra. Me falë, po dalte tjetra. Se mase do bisedojmë edhe për devijazin e trajnerët. Se kemi 10 vjetë, 6 trajnerët huj, aty ku na kanë marrë, aty na kanë lanë. Pa dhe shqiptarët, ku na kanë quar? A gjatë tjetër ne po flasim për aktualitetin 10-12 vjeçar, shqiptar. Shqiptarët kanë shku edhe në herë dhe në grupin e tretë kanë dalë. Dakor. Qoftë se si u gazetarët e njihni historinë që kur e filloni juve. Kur marrim shqiptar, ne jemi ata që themi se ja gjetëm mikun. Atëherë po thona, unë po të vi shembull të tillë, ti se pranon. Jo. Modele të tilla do kërkojmë ne, jo modele negative. Atëherë unë po të them edhe tjetrën. Ne jemi në kushtet për afërta dhe po thuhet barabarta, edhe me Bosnjën, edhe me Maninizi. Si ka mundësi po Bosnjën vend parë? Me falë, dje kishim në vete Islandën na hypi sipër. Atëherë, ku t'i gjem këto arsyneve? Ti nuk pranon kampionat kombëtar dop. U po të them edhe i filozofi tjetër që më retron. Nga trajnerët e ekipit kombëtar dhe dërë të drejtuesit e federatave. Qartë, të gjithë talentet shqiptare që i lindin në Shqipëri shkojnë në Evropë. Atëherë, në shbër një kombëtare që vinë nga mi 20 klubet ndryshme, me mentalitete, me shkollet ndryshme, dhe takojnë një javë, e tjerë dhe takojnë për 2-3 ditë. Edhe sa për një diçka ta kalojmë, më ka bërë për shtypje Agim Krajka, kompozitor. E marrin një intervistë dhe thotë, mund për një këngëtar du një vit me u pregadit, thot. Sepse më duhet 3 muaj për ta kompozu, thot, këngën, ja 2 muaj, thot, për të njoft me solistin, me këngëtarin që do e jap, një periudhë tjetër për të njoft me libretin kush ma organizon, edhe një tjetër për orkestrimin. Dhe ati duhet një vjet dhe këngë, të Agim Krajkës për jetë vërtetës, ka 30 vjet, 20 vjet dhe kënohen edhe sot. Ashti, unë thamë, këto lojtarësh, që vinë nga 20 klubet ndryshme, grumbullohen 3-4 ditë dhe hecë harmonizojë. I konkretizojë. Goli i parë që na dhe këtu ti, ishte një gol që kalon nga Krahuj Djazd, në linjën krejt repartit mbrojtjes, 3 me radhë, asë një nuk e prek, dhe lojtari i fundit që e godet, është islandezi që në bën golin e parë. Pra, me falë, kjo munges e ardhjes nga gjithë këto shkolla, nga gjithë këto klubet ndryshme, mentalitetet ndryshme, në ikon edhe në harmonizim, sepse një repart
i qikit qthurur, i pa harmonizuar, dyshet. Ky është gol. Ja, ky është goli. Shqip si të kalon. Aty është deli Cana që është me shqipon. Shqip si të kalon. Del huq teli më të. 24 minuta suçet. Po, duro. Shiko. Ne duhet jemi shumë të kënaqur që kemi shumë futbollistë të cilët në këto momente lozin në Europë dhe lozin ato ekipe, sepse normalisht këta futbollistë vinë ashtu siç po flasim, domethënë vinë dhe bashkangjiten për një kohë të shkurtër dhe këtu pastaj është ajo detyra e trajnerit i cili ka rrinë për një kohë të shkurtër, domethënë të harmonizojë këta, të njohë me karaktere, ti harmonizoj me njëri tjetrin, ti vën pozicionet e duhura, ti vendosi, të shofi cilësinë, shofi momentin, shofi gjitha ato gjërat të cilat duhen atë ditën e ndeshjes dhe në ato orën kur bie bili që fillon ndeshja, të gjitha këto gjëra duhet të jenë koncentruara maksimum. Dhe unë e thash pak më përpara që nuk ka qenë punë e lehtë, sepse normalisht ne jemi gjithë koshient, domethënë, që kampionati shqiptar nuk është se pra futbollisht brenda tij, po nuk është se është aq stabil sa të ketë domethënë ku trajneri të ketë luksin që të zgjedhë. Më është bërë qefi domethënë gjatë këtij, më fal. Gjatë këtij sezoni domethënë të Kupave të Evropës jam kënaqur sepse dy nga ekipet tona, si Kuksi dhe Skënderbeu, arritën që të ecin mirë në atë në ndeshjet e tyre europiane dhe normalisht brenda këtyre ekipeve unë mendoj që ka futbollistë të cilët do të jenë në vëmendje të ekipit kombëtar dhe normalisht unë e kam parë, domethënë që edhe trajneri ka marrë domethënë nga këta ekipe, por që futbollistët e ekipit kombëtar, qoftë tani, qoftë dhe përpara, domethënë janë ata të cilët përbëjnë këtë ekip kombëtar. Pse? Sepse ata duke kërkuar nga vetja maksimumin, siç kam qenë dhe vetë, domethënë kanë arritur që të çajnë në ligat kryesore, në ligat më të forta të Europës. Që janë të vështira. Që janë super të vështira, sepse unë duhet të them, por mund t'ju bëja edhe juve, ose mund t'i bëja edhe media si paralelizëm, rrugët në Europë sot janë të hapura dhe gjithë kushdo mund të shkojë dhe të kërkojë punë dhe në Europë, por nuk e di nëse në domethënë shumë gazetar shqiptar për mos përjashtuar asnjërin, ja ka dalë mban. Që durës ka i problem. Kështu që durës mban do 3 sekondë. Më falë, më falë, se sa ta mbaroj. Një minutë tani. Jo, ta mbaroj. Jo, vetëm shkurt. Gazetarët e studios. I vetmi zanat që është i vështirë të punosh në një punë tjetër është gazetar, sepse luan me fjalën, kurse futboll luan me topin. Ty sa merr njëri do të topin, po fjalën priteni se ja ta marrë durën e vjerë. Jo, unë mendoja se Klodi bën xhongl vetëm me topin, në fakt po edhe me fjalën nuk shkon nga keq. Shiko, çdo gjë bëhet në kohën e vet, dhe unë normalisht në atë kohën time të fëmirisë kam ditur shumë mirë, domethënë që ato librat e shkollës mos i nënvlerësoj, por t'i shfletoja nga faqja e parë tek e fundit, sepse normalisht kisha për të arritur ato gjëra të cilat unë i mendoja në jetë, i mendoja që nuk arriheshin vetëm me këmbë, por duhesh edhe mendja. Kështu që për ta përmendur se ne si shqiptarë kemi zakon, golin duan ta bëjmë vetë gjithmonë. Okej, Eglira. Kështu që në gjë më konkrete. Këto janë deri tani nuk është kush e ka fajin atje që kanë dy gola elementare. Po për ndeshën ashtu. Po ndeshën aty në gjë konkrete. Pse aty psohet goli? Kush e ka gabimin konkret të mbrojtja? Se nuk ulon për gjurmë. Durimi është po je lojtar që ke kaq vite kombëtare. Unë për këto. Ja u them. Jemi duke diskutuar në dy prizme. Altin, ke lutur një sekond, lutem. Ke lutur në mënyrë fantastike për kombëtaren. Dhe nuk duhet të flasësh pak vetëm në përgjithësi. Duhet të flasësh personale. Duhet të japësh mendime personale për sa i përket kësaj performance. Okej, do ta japi dura pas pak Eglira. Jemi duke folur. Unë mendova se e kanalizuam në dy drejtime në fakt bisedën e sotme, pa kaluam te një tretë dhe mandaj jetë një katërt. Jam shumë dakord që kombëtarja ka dy probleme të mëdha. Së pari duhet të diskutojmë anë teknike taktike të saj dhe së dyti ato teoritë konspirative që sollën kolegët që nuk janë fare jo për të kundërshtuar që jo ajo, po janë për të mbajtur
ju ndonjë shënim, edhe për të regjistruar siç po regjistrojnë emisionin, e të kthehemi. Tani që ka probleme, kjo nuk mund të fshihet, dhe që këto probleme dhe presionet të jashtme ndërhyjnë në çfarë mase apo si dhe ku duhet gjetur të gjën ato që janë përgjegjës, dakord. Ajo reflektohet ajo çka ne shohim në fushën e lojës, çka pam tek Slovenia dhe çka pam tek Islanda. Tani me të drejtë mua më duket se zoti Bushati në fakt është më i drejtë për drejtë, kurse Klodi vazhdon që të jetë, edhe pse mundoj të thotë të vërtetën, jo, një çik më i drejtë për drejtë mund të ishte. Klodi qarkullon topin, po nuk je pasi për gol. Po qarkullon topin. Ja, do ta gjoj. Ai e pasta shumë bukur, ka 5 persona të tjerë në studio që mund të ndihmojnë që ta finalizojnë atë që jo, sekundë dhe jam shumë i drejtë për drejtë. Shiko, ka një mangësi jashtëzakonisht të madhe te kjo kombëtare dhe nuk mund të bëjmë sikur nuk e shohim. Ndërhyrja në punët e Debiazit, qoftë nga ne të 6 apo të 8 që jemi në studio, që nuk është fare dëmshme, sepse tek e fundit po mundohem që të jemi konstruktiv dhe jo destruktiv, deri tek presionet të tipeve nga më të ndryshmet që e kanë bërë atë të shkretin që të bëjë zgjedhje të tilla se ato absurdet që na duken neve, gjithmonë me syrin e njerëzve që e duan apo e kuptojnë futbollin deri në një farë mase. Me qenë i drejtë për drejtë. Për mua është kaq. Ja lejon vetes Debiasi që t'i lejoj të tjerë t'i ndërhyjnë të puna ti një pyetje kisha. Nga botkuptimi mediatik. Te Klodi mendon se nuk e lejon Debiasi? Klodi me tërmend mendon që Debiasi nuk e lejon t'i ndërhyjë njëri ke punët e veta? Jo, unë mendoj që jo. Unë mendoj që po. Okej, atëherë është puna ti nga të paktën nga çdo njeri në Shqipëri kjo është, ne të flasim më konkret, sepse e tha shumë mirë, ti jemi drejt për drejt. Në qoftë se ju do hyni, domethënë dhe që normalisht po më dëgjoni, unë jam shumë i drejt për drejt, dhe thash që në fillim të emisionit. Unë s'besoj se jam po e di nga Kina, dhe unë drejt për drejt. Duhet të flasim pa doreza dhe të flasim realisht. Jo, të doni që ta doreza, edhe ke kapital doreza. Qofse doni ta... Tani del huq teli atje apo jo? Po ja pra ta analizojnë, se e tha dhe Për 2 minuta ka dalë 2 herë huq. Një herë kapi Berisha i shkret, herë në dytë s'ki që i bëte, jo Berisha për 300 me këtë e shef gjithë vota, këtë e shef gjithë si t'ja bëjmë t'i hallit, në mundon të burri këtu. Nuk po thoni gjithë veçanë, atë e shef gjithë vota. Ne dumë rezultate, nuk dumë... Sta është komtare. O që qa mendimi, Sulqe, po, hajtë tani të fasim gjithë. Ja qa pyti se gjithë mendimi, për komtaren do të them. Për komtaren, po. Ekipi madh duket ndeshjet mëdha. Kur edhe momentet e mëdha, komtarja jo nuk pati që ta bënin. Ndeshja e parë ishte shumë e rëndësishme. Por në momentin që ai kapiteni Pashirit, Mavraj, që mungohet në komtarës, ai është kapiteni Reali mbrojtjes, komtarë, nuk lujti, simptoma e parë negative u dhanë ekip komtarë. Jo, një minutë, sepse ndeshja që ka lujt ai djalë, me gjithmonë të ke pas mbrojtje që haje nuk haje gol në Norvegji, nuk pësoj e gol 2 minutë në 88 me një rast të vetëm norvegjezve, dhe jo kështu një mbrojtje shpartaluar, që kishe 50 raste. Një e lindë topin duke se kur shkonte në dyqan, tjetër kthej në qendër mbrojtje. Pa kemi më të mirë më o suqes, se kjo është problemi tani. Ka. Nërtil. Pik pytja, o Klodi, ta mbaroj të lutem se kam televizion, ta mbaroj të lutem. Po flet për teknikë, për taktikë. Një sekundë për të them. Po fol pak më qartë. Çudia më e madhe ishte që në repartin e mbrojtjes nuk thritën lojtarë që mund të thritën mbrojtje. Po kush pa? Vangeli, pse nuk thritet ky njeri që ka luajtur për kombëtar? Si? Vangeli, po luan më shumë se sa Abdulteli. Por të thritet në ekipin kombëtar është një lojtar që ka kontribute dhe ka luajtur me Cristiano Ronaldo dhe ka mbrojtur edhe Van Persie në mënyrë fantastike. Dhe ke marrë pikë me 10 lojtarë. Pse ky mos thritet dhe ta anashkalohet ose lojtarë të tjerë? Dhe janë disa lojtarë mbrojtje që kanë bërë pronë. Po kush më vetëm Lorenzo është mbrojtje pronë? Që ma Shqiponjë. Dalku, me krahun e djathtë nuk është Dalku i parë. Sana është lojtari i planit fizik dhe nuk është më Sana i parë. Dhe Sana është 30 vjeç, nuk është më lojtari i parë. Pra, elementi një sekond. Jo Dalku. Pse? Se është dhe Smajli ka menazh shqiptar. Po që nuk e ka fun këtu edhe mu pyrë vetëm ka fuja. Mund luajnë edhe lojtarë tjerë. Po pse këta nuk po vinë nga hëna. Këta lojtarë. Dhe ne nuk i japim një minutë. Nuk i japim shansin. Ne kemi qenë që disa lojtarë për eksperiencë. Kemi dëshirë që këta lojtarë t'i bëjmë me një status të përjetshëm. Nuk është e tillë. Bogdani mund të thritej në këtë ndeshje. Në 2 ndeshjet, ju të lunde, po t'ishte në stol dhe t'jepte... Që do të mëse kam gjithë opinionë të tjetë motive ekipit? Ata maroj 1 sekundë mendimin tim. Le mua ta maroj dhe në fund, pas ta i jep mendimin tonë. Le ta maroj. Bogdani mund të rritej për të krijuar atmosferën e ekipit, sepse kjo lloj metamorfozë totale që ka pësuar ekipi kombëtar, ndryshimet shumë të shpejta, lëvizjet nga krahu i djathtë me i trafik të çmendur në krahun e tjetër, mos luajtja e lojtarëve në pozicionet natyrale, bën që ekipi mos japi më të mirën në fund. Dhe
natyrisht, në këto dy ndeshje kam qenë i zgënjur nga lojtar që pritshmëritë për atë lojtar ishte shumë mëdha nga Basha. Lojtari i Torinos, kampionatin italian, nuk ishte performancën. Një ndeshjes duhet jetë në... Mirë më dakord, unë po them për këto dy ndeshje. Për dy ndeshje tjera harruam Skelën edhe Lalën, tham ky është fantastik. Këto dy ndeshje të rëndësishme nuk luajti dhe nuk i dha ekipit, ne po themi se si ishin këto dy ndeshje. Okej, ta kapim thelbin. Ti je kritik ndaj trajnerit në përzgjedhjen që ka bërë në ndeshjen ndaj Islandës, apo unë trajnerit të si shkollës, me semestra, me provime, me provimin përfundimtar, deri tani jemi në vend 5. Nuk kemi bërë asnjë gjë deri tani. Deri dje, para dy ndeshjes, tonim Shqipëria, fantastike, shkojmë drejt Brazilit. Kështu është futbolli, ishi pa drejt. Dy ndeshje të çon poshtë. Bien ashensori. Jemi pikërisht në vendin e 5. Janë shumë të rëndësishme edhe këto dy ndeshje, se si do luaj me Kipron edhe në transfer dhe me Zvicrën këtu ndeshjen e parë, dhe gjitha këto do t'i japin notën përfundimtare debiazit e kombëtarëve. Hoxha. Me qenë se nuk kam patur mundësi deri tani se thash. Po tani kon duhet ta ndajmë. Po ja le topin Klodi e xhiron aty dhe nuk e çon. E mbajti çik gjatë. Me kombëtarin ka marku shumë. Problemi i kombëtarës është ky. Po. Sipas me në këto 20 vjet kena los me topin. Qofse ti ke los në një vit me topin, atë do ta le ty topin. Jo, dakor, Klodi ta xhon tani. Ndeshja me Sloveninë. Ndeshja me Sloveninë ka qenë identike si fitore që kemi bërë në Norvegji. Kemi bërë një super gol, ata të shkretet i ka rënë portës janë loftë, s'ka bërë dot gol. Tani ne na u kthy fati kundër. Kjo ishte një të dyja këto ndeshje, nëse ne merrim 2 barazime, sot ne do ishim vend dytë. Dhe mbrapa nesh me pikë barabarta ne do ishim vend dytë se s'kishte Slovenia ngelej 2 pikë mbrapa dhe po ashtu dhe Islanda. Na duheshin 2 barazime, jo fitore. Dhe ishim prapë në vallë. Kam një pyetje drejt për drejt. A duhet me heq disa dhe me vend disa, ku është problemi? Ose ku është mendimi? Problemi jonë nuk është me heq disa edhe me vend disa. Problemi jonë është Debiazi pati rezultate deri para 2 ndeshjeve të fundit. Sepse i studion dhe aq mirë kundërshtarin, sa shkonte e merrte një lojtar vetëm për atë ndeshje. Në 2 ndeshjet e fundit, zgjedhjet që ka bërë Debiazi nuk kanë dhënë rezultat. Të thashë një herë, 4 mbrojtësa që dalin brenda 1 minute, 2 herë huq, u ikin të 4 dhe u ikën topin. Atë kishe, mo çfarë ka Debiazi se gabon Ricana, mo kapiteni kombëtar. Unë ti Debiazi ka faj se nuk e ka idën çfarë mbrojtje do. Çfarë me sfushe do, çfarë sumi do. Diçka interesante. Në fakt jo vetëm diçka që me që jemi këtu. Në Sloveni Debiazi e nisi me një sulmues dhe normalisht mund ta fillonte me 2 ndeshje sepse slovenët nuk ishin rrezik. Në të kundërt bëri në Island Hishull. E bëri media, pa. Një sekondë. E hëngri presion e medias dhe nuk duhej që ta niste me 2 sulmues, sepse nuk e mori seriozisht 4 golat e shënuar të Zvicrës të Islandës. Ne nuk jemi serioz dhe duhet i marrim seriozisht. Këto 4 gola që i erdhën si paralajmërim, duhet i kishte marrë më seriozisht, kishte ndërtuar mbrojtjen dhe sistemin mbrojtjes që çe do të fitore në Island Debiazi? Kur e kështë parë që për para Zvicra kështë mundur në regjinë, me barazim në ishim përsëri në valle. Problemi parë. Problemi dytë, jam plotësisht Debiazi të vazhdoj me skuadrën tonë përfaqësuese, sepse ka bërë një punë të mirë. Jam që Debiazi të vazhdoj, por në qoftë në gjon nga kjo studio, larg sekserve të cilët të vinë rreth e qark teje, sepse nëse do marrësh mendjen e tyre, aq herë të dështosh në skuadrën tonë përfaqësuese. Merr mendjen tënde, bën si di vet, sepse do kesh sukses me kombëtarët. Ja, të lutem profesor. Unë i bëj shkurt profesor. Po. Se normalisht i lëmë shumë punë teknikës. Se i kur ndryshove jashtëzakonisht shpesh edhe Altinit edhe Dritanit, çfarë ka Debiazi që pse doli me qenë që nuk kam blof Lila, apo s'ka faj Debiazi. Debiazi nuk do marr topin apo të vejë të zë vendin e Lilës edhe të bllokojë aksionet atje. Jo, faj Debiazit është që duhet ta ditë sakt çfarë lloj mbrojtje kërkon, çfarë lloj mesfushë kërkon, çfarë lloj sulmi kërkon. Cila është fizionomia e kësaj skuadre, ku do ta çojë ai Shqipërinë, mbas 2 vjetësh ku duhet të jetë? Kombëtarja. Sot na ndihmë shumë veta. Le të dalë një statistikë që thotë kur Andi Lila ka luajtur mbrojtësi maj dhe kombëtarja jon ka fituar. Pavarësisht individëve, jo Çfarë ka Debiazi ka thënë nuk vjen shikon atë kuçi që kualifikohet 3 ture dhe atë populli mund ta ketë alternativë në votërorë. Që nuk ishte shumë mirë. Jo sekondë. Unë kam prerë fjalën profesorit të Roshi nuk është Bushati po ka që shpak. Qofse trajneri, jo vetëm këtë ta them, profesor, vetëm 30 sekonda. Qofse trajneri nuk vjen në ndeshjet
kur e klubet tona luajnë në Europë dhe Kuksi bëri shumë mirë. Një sekundë, shojnë këtu, të shkoj jashtë. Një sekundë më burë, trajneri është për Shqipëri, nuk është për pushime. Po jo më së shkoj pushime, shkoj jashtë. Jo, këtu me Kuksi nuk erdhi asnjëherë, vetëm ndeshje me Këta lojtarë shikohen, edhe këta lojtarë mundet që të luajnë me ekipin kombëtar. Të sheke për Debiazin apo ke për më vonë për të diskutuar? Për Debiazin. Për Debiazin. Po. Debiazi është një pasus i 6 i trajnerave të huaj që na kanë ardhur në 10 vjet. Çfarë vlerësimi keni për Debiazin? Po përsëris edhe një herë. Na kanë marrë në atë pozicion dhe mas 10-12 vjetëve na kanë lanë po në këtë pozicion në vazon e 5 si na bë si vazu e zes. Do më thanë 12 vjetë kemi të njëjtin dhe të marrë 3 trajnerat e fundit. Me Baric, Kuzhe dhe... Tani profesor, oj bëjmë ne të pa afta trajnerës, s'ka mundësi tani. Arihani... Ai është dështim ai. Ai dihet. 3 trajnerat e fundit që kanë fillu nga 2000... Baric, Arihani dhe Kuzhe. Dhe të ashti Debiazi. Po t'i shikosh, t'i analizosh një nga një, edhe të tjerë për para, po marrim këto të fundit se kanë qeni qikë ma rezultativ, ka një mërus për bashkë të gjithë. Në kur kanë ardhë, na kanë premtuar. Ne do ngrejmë Shqipëri 1 ose 2 shkallë më lartë në klasifikimin jo miqësor, zyrtar, nërkombëtar, evropian dhe botëror. 1. Ne kanë rinovuar të gjitha ekipet në të fillim. Kanë pas disa rezultate në 3, 4, 5 neshjet e para pozitive. Kur ka ardhë mbyllja, të gjithë na kanë lanë po në atë pozicion, ku edhe na qoj Debiazi 2 të fundit në vendin e 5. Pra, gjithë këto trajnera që zgjidhen, që emërohen, që miratohen nga FSHF-ja, kush përgjigjet për këto më? Presidenti. Presidenti emëron trajner. Do kalojmë edhe tek këto njerë si zgjidhen e bëhen, unë jam edhe i parimit, se të marrish 6 trajner të huaj, me një kohë prej 10-12 vjetësh, është minimalja minimalës. Dhe më falë, edhe aktualisht për Debiazin, me gjithë se dërë tani ku jemi, është si gjithë të tjerët, jemi për t'i dhanë mundësi për një kohë zgjatje më teshme, për t'a parë me një kanë shikimi më të madhë. Por dhe Debiazi, flisi ju mediat, flisi... Ore, unë të mas me rezultat. Që rezultati? Ku më ke qurë? Vendin e 5. Futbolli matet me rezultat. Me falë edhe i tjetër, për 100 e sekundës, del një qik, 1 centimetr për para, i shpalet kampion botëror. Kjo e sporti, kjo e futbolli. Jam dakord me ju, gabimi është e objektivi. Derisa për rezultat, unë nuk mund të qmoj. Debiazi, si kur nga shpëtoj. Ku nga qoj Debiazi? Nga ngritim më kare një shkallë? Kemi dhe 2 ndeshje. Ti shikojmë, dërë këtu ku jemi që analizojmë. Okej, nërtisht. Ja, kur i kthejmë sërish në të pjesë të 3 të emisionit, Edlira gjithmonë dhe më shumë po flitet për rinovimin e Debiazit. Ju, jeni për rinovimin e tij? Rinovim, do me thënë që ta kemi edhe njerë. Shiko, duhet parë të 2 anët e medaljes. Në qoftë se do të rinovohet kontrata, po të shikojmë anën pozitive, është mirë, sepse ka sjellë ekipin deri në një farë mase dhe është mirë që të konsolidohet ekipi. Nga ana tjetër, po të thojë që duhet shkarkuar Debiazi, është një lloj sikur... Do me thënë, unë kam përshtypje në vazhdën e teorive konspirative që nuk është Debiazi personi i vetëm që duhet fajsuar apo edhe lavdëruar për rezultatet e kësaj kombëtare. Do me thënë, edhe në qoftë se lëviz apo i renovohet kontrata ati, duhet parë çike edhe mjedisi për rreth Debiazit se si lëviz. Në qoftë se aty ka lëvizje, atëherë po mund të themi si do të jetë kursi i kombëtares për më vonë. Unë do thoja që këto rezultatet pozitive që po mundohemi ne t'i shikojmë me shumë vështirësitë e kombëtarja aktuale, 10 minuta si kur ta shikosh kombëtarin në një ndeshje që cilësohet e mirë, unë për vete nuk kam arritur akoma që të identifikoj ose të di se si po luan kombëtarja jonë, le ta krahasoj për shembull me ndeshjen e Bosnjës, edhe kur humbi me Slovakin javën e kaluar, ndërkohë që ne humbim me Slovenin, ajo ishte me Slovakin. Prapë Bosnja kishte identitetin e saj edhe kur po humbiste, lojtarët e dinin çfarë bënin, kurse lojtarët tanë kam unë përshtypjen, përfshirë edhe Kaçën që ju tha që pas ka shpërthyer me një mundësi që ju dha. Me lojtarët tanë, se s'ka mundësi. Mua më duket sikur e marrin topin sekondën e parë, të dytën s'di çfarë të bëjnë me të dhe japin kudo që të
ku t'jetë rasti i parë? Në base e shkelmojnë edhe pa pasur mandin fare, pa ndërtuar aksion. Kemi problema e dyra se vetë jetë tifoza holandezëve. Kemi Holanda. Nuk po diskutoj, nuk sollë Holandën këtu për krahasim, se do të ishte tjetër gjë ajo. Ajo që jam duke thënë Ertil është që kësaj kombëtare i mungon fizionomia dhe identiteti i lojës, dhe nëse Debiasi do të ka në kokë një ide, ka në kokë një strategji dhe këto do ta bëj dhe kërkon që të mos ketë edhe ndërhyrje apo presionet e jashtëzakonshme që të eci nga vendi 5 na çojnë në të katërtin aty apo të na ngjisë në një vend tek renditja e FIFA-s, do ishte mirë. Nëse Debiasi nuk ka strategji në kokën e tij, nëse do vazhdoj të ketë ato presionet që sot fute Lilën në krahun e majt, nesër merr tjetër, pas nesër tjetër nga 50 bëhen 100 lojtarë të tjerë në 2 vitet e ardhshme që do t'i rinovojmë në kontratën dhe prap ngelimi në vend të 5 edhe në eliminatorët e Euro 2016-s, atëherë bie që kemi shpenzuar edhe ca para të tjera kot nga Federata Shqiptare për një trajner të huar, por tek e fund ndërtim mbase federatës nuk i dhëmpin këto para. Pa jam as sa dura. Tani normalisht se këtu fliten shumë, por ato që ngelin pak, por që për ta bërë më konkrete bisedën, domethënë, unë nuk e di, i përgjigjesha me kënaqësi të gjithë paneli që jemi sot në studio, sepse dhe vetë nga natyra jam shumë i durueshëm, nuk shpërthej, si më thonë, por që ajo që mu më bën përshtypje është se media në gjithësinë e saj harron detyrën e saj, domethënë, nëse domethënë paneli përballë, domethënë ka luajtur futboll dhe unë nuk kam luajtur futboll, atëherë ne nuk arrim dot që të kuptohemi. Kështu që në rastin konkret unë kam lozur futboll dhe paneli nuk ka lozur futboll, kështu që është çike vështirë kuptimi atyre që themi. Por që më konkret do të thoja që është kjo media, domethënë, e cila më të madhe trumpetoi në fund të eliminatorëve të kaluara që veteranët dhe senatorët e ekipit duhet të largohen nga ekipi kombëtar se nuk i sollën asnjë gjë këtij ekipi kombëtar, nuk e ngritën dot, nuk e arritën, pavarësisht se ky ekip kombëtar ka mposhtur gjithë ekipet e mëdha të Europës nga janë nga kanë qenë, duke nisur nga Rusia, Suedia, Greqia, Portugalia, Danimarka, Zvicra, ka arritur rezultate të cilat po barazimi për ne është një fitore shumë e madhe. Më fal, do të përgjigjem. Jo gjithë ekipet e mëdha tani. Okej, vetëm shkurt se kemi edhe 15 minuta. Nëse na ke ftuar duhet të flasim, nëse po gjithë do flasim. Unë thash, u përgjigjem dhe pyetje përgjigje. Dakor, po të flasim gjithë Klodë. Konkret është kjo media që kërkoi largimin e tyre, ndërsa sot kërkon afirmimin e të rinjve, futjen e të rinjve të luajnë. Do të thotë kjo unë e marr që kjo media do të bëjë formacionin e ekipit. Do të thotë Debiasi që duhet lozin këta, duhet futen ata. Kështu që jemi komplet gabim dhe nuk mund të kuptohemi në këtë mënyrë të foluri. E kupton? Kështu që për të qenë më preciz, gjithë secili nga neve duhet ta di shumë mirë detyrën e tij, çfarë bën, çfarë punë ka në jetën e tij dhe të lërë të tjerë të punojnë në punën e tij, do të thotë. Pastaj ka shumë detyrë ka gazetari, bëj pyetje. Ka shumë njerëz, ja ta mbaroj. Po kalojmë një absurd, ne kemi luajtur futboll, edhe në Ertili është media dhe nuk po kërcen. Nëse nuk e jep media ndeshje futbolli, është ndeshje lagje. Nuk e merr vesh Ertil. Ne kemi luajtur futboll, ju s'keni pa futboll. Në Ertil ta mbaroj. Okej, mbaroj, lutem që të flasim gjithë. Lutem tavolinë. Të lutem ta mbaroj vetëm shkurt, Klodë na përmbledh që të flasim. Plus që ne nuk jemi pjesë e asaj medie që thoj ty. Ne s'kemi bërë informacion. Po nuk po ju thot njëri juve, media nuk jeni vetëm ne përfaqësojmë bursën, do vi media, nëse njerëzit arrin të dëgjojnë ato që themi ose ne nuk dëgjojmë dhe kemi ardhur në studio të themi ato që kemi në kokë, i themi dhe i hikim. Sigurisht më thuaj, prandaj është media lirë. Klodë ti për lojtarët, jo për median ti. Ti për lojtarët, ata që han golin aty o burrë. Po ja po të mlesh ti do flas. Po s'leti, ti flet për gazetarët o burrë. Ti flet për gazetarët. Kemi mund Portugalinë. Tema është Islanda, Slovenia. Kjo është tema. Po bëjmë debat kot. Ma përmbledh te kjo, të lutem. Për mbledhja konkrete, unë e thash edhe pak më parë, nëse dikush ka dëgjuar me vëmendje, ka ngelur ato 3 gjëra që unë i thash konkretisht, dhe të dalë më konkretisht aty kur kërkojnë dhe të ftuarit në studio, do të them unë tani, sepse nuk është futbolli vetëm ne që jemi këtu, ka dhe shumë të tjerë që na dëgjojnë, na shikojnë, luajnë dhe vazhdojnë. Por të dalë te kjo, jo më kot, kur humb, ekipi kombëtar dihet, atë e shohin gjithë që humbi dhe lozi keq, lozi gabim, u bën dhe shumë gabime. Kjo është e dukshme, po t'i them dhe një fëmijë 3 vjeçor që çfarë pete kjo neshë, ai do thotë, ky gaboi, ky doli huq, ai i ra me këmbë, ai i ra me kokë. Tani për dalë te kjo,
Kur humbet një ndeshje, nuk ka merit vetëm humbsi, ka merit edhe fitusi, se edhe fitusi nuk është kot aty te fusha, por ka merit në ti se ka përgatitur një ndeshje, ashtu si që ishim në të njëjtat pozita, ashtu ishte edhe Islanda, e cila luante për kundrazi në fushën e vetë, dhe ishte më e prekshme fitoria e Islandës, sepse luan brenda, dhe si puna jonë edhe Islanda ishte në të njëjtat pozitat, e cila kërkon të jetë surpriza e këtyre eliminatoreve. Dhe realisht për momentin është surpriza e tyre, sepse ndodhen në një vend shumë komod, edhe me pikë, edhe me ndeshjet që e ndjekin. Por, për t'i lënë, për të mbyllur atë komplet, atë hapjen që e bëra që në fillim të emisionit, që puna e Debiasit, se nuk ishte e lehtë puna e tij për të marrë këtë ekip, do të them që për të analizuar ne nuk erdhëm sot për t'i vënë pikat mbi i dhe për të mbyllur çështjen. Duhet jetë Debiasi, a duhet ikin lojtarët, a duhet ikin federata, a duhet ikin gazetarët, apo a duhet iki unë që tash më kam ikur. Ne erdhëm këtu që të analizojmë këto që pam në këto dy ndeshje, por për të dhënë një analizë më të gjerë, le të durojmë pak dhe të presim dhe dy ndeshjet e ardhshme të cilet kombëtarja jonë do t'i lozi dhe pastaj kemi më komoditetin për të bërë rezumen e përgjithshme. Bushar, për ta mbyllur, më fal, profesor lutem Klodi se po pret Bushati. Do t'ju respektoj deri në fund, siç ju kam respektuar në fjalë, për ta mbyllur sepse nuk kërkoj më, domethënë që të flas edhe të hyj më konkrete. Mbarojo, s'ka më kohë. Teknikisht ajo që kërkoj Sulçja, do të thosha që edhe unë jam i mendimit që këto lëvizje që unë i thash përpara, një repartë që ne e kishim më stabil gjatë gjithë eliminatorëve dhe që kishte dhënë frute, që ishte portieri dhe mbrojtja, në këto dy ndeshje ne e kishim për situata të ndryshme, nuk ishte e njëjtë. Çfarë do të thotë? Në ndeshjen e parë luante Agolli i Majt, Teli Cana dhe Lila nga e djathta. Në ndeshjen e dytë dhe ne atje arritëm bëjmë një ndeshje të mirë, por unë do ta përkufizoj, nuk kemi humbur diçka në Sloveni për sos humbjes 1-0, sepse të njëjtën humbje mund ta kishim marrë në Norvegji, të cilën e fituam, dhe po ti bësh një paralelizëm, jemi njësoj me pikë. Sepse nëse këto dy do na jepshin nga një pikë ishim 2, kurse kështu jemi 3. Kurse për të dalë tek Islanda, të cilën e humbëm, ishte kjo prishje rreshtimit të mbrojtjes, e cila solli atë çoroditje në thonjza, por jo në qendrën e saj, por nga krahët e saj. Pse? Sepse Lila nga mbrojtës i djathtë në ndeshjen me Slovenin kaloi nga e Majta për mungesë të Agollit. Dhe në krahun e djathtë kthehet Dallku, i cili në ndeshjen me Slovenin nuk luante për shkak të kartonave. Do të thotë që Lila, fare mirë, mund të rinte në vendin e tij, nuk po bëjmë tani se ka menduar më mirë Debia se ai ka qenë në stërvitje në stadium, në kohë në hotel me gjithë lojtarët. Edhe unë që i njoh aq mirë ata djem dhe kam lozur me ta, nuk mund të jam përcaktim për ato 3 ditë që ata kanë qenë stërvitje çfarë forme kanë afruar. Kështu që më mirë se mua e di ai që i cili ka futur në fushë. Ai di më mirë, po i gaboj se. Jap mendim, po gaboj më. Dalku si do duk të ndeshje. Lodi, shiko. Dalku si do duk të dy ndeshje krahun e. Lodi. Dalku ka qenë në ekipis të ndeshjet, domethënë që siç ka lozur dhe mendoj, ka bërë ndeshje të mira, ka bërë ndeshje mesatare, këto janë normale për një lojtar, ulje dhe shëritje. Por të shohim konkret. Lodi më fal. Të dalimi çik për te një analize teknike të hollësishme se kemi kaq komente që kemi dëgjuar në për televizione, gazeta të tjerë. Ore, mungon strategji, mungon një vizion më për futbolin tonë. Ne jemi në këtë gjendje që jemi sot, po për nesër. Unë po jo jap një shembull që duhet ta na shqetësoj gjithëve. Po çfarë vizionit kemi këtu, ne s'kemi stadium, çfarë vizionit kemi? Jo, më dëgjoj. Po pishte vizionit është. Po që këtu fillon ti s'ke stadium. Ti s'ke, nuk ke stadium. Mirë, është një gjë tjetër që e kemi në dorën e vet. Për shembull, sot është kjo gjendje. Or po nësër, ne kemi ekipet tona kombëtare nga U16 deri në maje me 60-70% përbërës nga Kosova. Futbolist Kosovës, që ne jemi në prag të një njohje të një shtetit Kosovës, që për herë të parë në historinë e tij do krijojë një ekip kombëtar, një shtet tyre, një përfaqësim në edicionet nërkombëtare, zyrtare, evropiane dhe botërore, dhe si e mendoni ju se do na qëndrojnë këtu ata do jenë si puna tyre herojve që do kthehen në vendin e tyre dhe për herë të parë do krijojnë, për herë të parë në historinë e tyre do krijojnë ekipin kombëtar për të matur. Dhe neve, çfarë do bëhet mos disa vjetëve që s'mendon kërkush nëse këto futbollista kosovar po t'i lajmë teknikat e taktikat na hikin, qa perspektive?
Qarë pune bëjmë ne me ekipe akademisin gjire për perspektiven e pas 5-6 vjetëve? Do jetë katastrofë, do jetë një handicap ka që madhë që do jetë e pa mundur për ta evitua. Këto e probleme madhore. Me këto duhet merret i qikë federata shqiptare që i aprovon gjithë këto lojtarë i do edhe ja kalep, sepse nuk do të krijoj akademire. Po si marrin të lojtarë? Dhe po tham një gjë, sa për... Mos i marrin të lojtarë? Me falë, sa për njohje... E dim që janë, do ikin apo jo se dim? Ta maroj, sa për njohje, para viteve 90, kemi pas një kontare prej 16 minutë. Kemi pas, po prido burri dhëtë se dimët e fusha pa, që do bashkë me këte ke ndorë ti, si ta ndërtosh të strukturë. Ku të stërvitet akademia? Ku të stërvitet akademia? Atëherë të më thonë, s'kemi akademi. Kemi akademi për ku të stërvitet. Nuk kemi ekip futbolli, nuk kemi perspektivë. Ore, unë shofë çdo mëngjes, ekipet gjithë ekip nga kategoria superiore, e derte të rritë, e derte fëmijët, gjithë stërvitet i kanë të liqeni. Do të thotë që stërviten vetëm për vrap, nuk stërvitet një është pjesë e strategjisë se se mungon fusha. Më falë, është pjesë e strategjisë edhe infrastruktura. Po unë po thamë, nuk e ka federata fushën, strategjin, nuk e ka federata. Federata ka strategjin që të kryoj ekipet, të organizoj kampionatet, t'i hapi, do me thënë t'i kryoj fush gjërë veprimi, kryimi të këtyre ekipeve, dhe problemi është... A di si na fletisi kur vime në alfabetet si dim ato... Jo, më falë, po të respektoj maksimum. Kemi i shekull që merrimi me këtheti nga galzonë se eliminatorë. Mi majtë të gjëmë kota, Zotë Bushati, keni qenë ju kryetari Komitetit Shtetëror të Sporteve, ku të stërviten këto ekipe? keni bërë një punë e cila është për t'u lavdruar dhe për t'u marrë shembull. Sot nuk e ka më federata ka shteti. Nëse shteti betonizon Tiranën, nëse shteti nuk merr masa për të vendosur sportin atje ku i takon, atëherë është e kotë i kërkojmë federatës. Ore, ne jemi... Të kërkojmë shtetit, atë që keni bërë ju para 30 vjetësh, do t'ishte në kornis, ta thotë ky shteti sotëm. Ne jemi shtet kapitalist dhe mos prit të rregulloj shteti ky fushat. 6 miliard euro dha Gjermania për një vit vetëm për futbollin. Gjermania? Po ku jemi me Gjermaninë? A the shtet? Edhe ti po na kalzote që si Saliu jemi pas Gjermanisë. Po themi që japim buxhet në Gjermanisë, japim buxhetin që i takon futbollit. Gjermania gjithë vota kështu i ndërton me klube, me gjera, me gjera. Po. Mos e diskuto. Zoti Bushati. Është ide e gabuar ajo. Publikën e ndërton shteti. Publikun e ndërton, po çdo do të gjithë zona e Skandinavisë. Se ju merrni edhe më shumë. Gjithë zona Skandinavisë po thuj klubet janë amatore. Edhe kanë atë futboll, normal. Përfundimisht në Ertile ende nuk jemi gati për botëror, ishte flucka e radhës, tullumbaci e radhës, zgënjimi e radhës, i mërzitjes totalet njerëzve, kryesisht ndeshjen me Islandën. Kush e bëri këtë? Dhe në atë moment... Kush e bëri këtë mërzitje, se ekipi ka lozur mirë? Lodi, ki futbollisti bëj këtë gazetarit pyet. Ore ju thatë, pa kamera nuk transmetohet futbolli. Por pa atë kamera dhe për atë speakerin që flet, që pompon njerëzit dhe që i thot, kjo është kombëtarja më e mire të gjitha kohërat. Unë i thash Debiazit thotë do marrin 6 pikë për 2 ndeshje? Atëherë do të thot që kush e bëri kjo? Futbollisti, doli futbollisti dhe tha unë jam më i miri gjitha kohërat. Thot komentatori ynë atë pompozitet, si komentatori gjithë të skandaloz. Kemi shanse, mund të shkojmë play-off, do shkojmë për rezultat pozitiv. Kush e merr për 6 pikë për 6 pikë? Debiazi tha për 6 pikë. Po t'ja bëjmë të thjesht, më burr. Kush ja bën pyetjen futbollistit? Gazetari. Dhe ai përgjigjet dhe thotë Debiazi tha për 6 pikë. Okej, po e bëjmë thjesht akoma. Si ja bën pyetjen gazetarit? Çote, faleminderit për leksionin që po ne jep gazetarisë për vetë. Si pra apo? Teorinë e lajmit po na shpjegon. Do kualifikohemi në Brazil? Çfarë thot futbollisti? Po më të ti zëdhën se Debiazi jo më jam zëdhën. Ti çaj je zëdhën se Debiazi? Jo më un jam. Kjo që ta dim paktën vëlla. Po flas për Debiazin ti thoj për Debiazin. O zotëri, un jam këtu që më ke tash fal më burrë dhe. Nëse ti flet në emër të Debiazit, po flas për Debiazin tani. S'po flas për emrin e Durrës. Ima është ish futbollist. Ora po më le të flasit dakord. Po jo më do flas, unë s'un pranoj ka marrë. Po më unë kam marrë. Tani po flas për Debiazin, po flas për shumë për pyetje, nuk po them media. Si e bëri pyetje? Nuk do media më thotë. Ti si e bëri pyetje media? Ishte tullumbaci. Jo, pyetja ishte kjo, sa pikë do merr? Debiazi tha 6 pikë.
Ku e ti tim? Ato kualifikojnë në të botë. Ti tani Kushta 6 pikë? De Bjazi. Shkoj për 6 pikë. Jo. Po sa? Absolutisht. Po sa? Po unë këtu kam qenë. Ke qenë këtu, po në kemi qenë... Ke qenë këtu, po pas këtë gjuar. Je pa informuar, Klodi, je pa informuar. Je pak jashtë tani. Jam edhe më informuar se sa mendon ti. Okej, kam 3 minuta. Zoti Bushati, shpesh, madje edhe sot, kur doli spoti, thanë, kë ke ftuar zotin Bushati, shumë kritik. Si ka mundësi shumë kritik ndaj federatës? Ose jo ndaj federatës, po ndaj situatës së sportit Shqipëri, le ta themi. Një parantez të vogël, kritik i mirë është ai që është njohës i mirë. Sigurisht. Nërtil, pyetja që qik edhe me motiv politik, si pyetje politike dhe sportive. Unë e gjykoj si qytetar, dhe kur je, si të thua, shqipan varur, dhe i panikuar nga tjerë, dhe bërë rolin i qik më shumë dhe të opozitarit. Dhe është pozitive. Në në përgjithësi, ose unë po flasë për vetën time, me që po më drejtohem unë mund të kemi një 50 vjetë që merrem me futbolin, e me sportin përgjithësi, e kam kalu në për të gjitha halkat e piramides sportive, dhe mund të kemi kërkese qik më shumë nga tjerë, atë që a thot edhe djera mund të kemi i qik edhe eksperiencen, edhe djenin, këtë drejim më shumë, dhe kërkesat tona nga njëherë merren si kritika, po të kesh kërkesa për ta quajtur me tutje punën, është pozitive. Dhe në këtë mes, ne mund të bëjmë nga i herë rolin e asaj që thua ti, po në përgjithësi jemi munduar të jemi konstruktiv. Ai që e dëgjon merr anën pozitive të kësaj opozite, opozitari, dhe ajo çfarë nuk i pëlqen, e seleksionon, e man një anë, por që të jemi njerëz për të ngritur probleme në të mirë të futbollit, është shumë pozitive dhe duhet mirëpriten edhe nga instancat përkatëse më shumë. Se unë vere nuk ka asnjë konsult nga piramida si për institucionin krye i futbollit për problemet veçanta. Po marrim një shembull aktual mo. Ka një gjenerat 3 që tashma fitoi dhe undrru pushteti dhe është një merit e veçantë atyre që e kanë drejtu halk pas halke, dhe kemi një drejtim në Federatën Shqiptare të Futbollit prej 12 vjeç me 3 mandate që s'kemi asë një ecuri në pozicionet e ekipit kombëtar që Federata përgjigjet drejt për ekipin kombëtar. Kemi një kampionat futbolli nga më doptit në Evropë, kemi problemin e trukimeve që UEFA për dyshime në rendit në vendin e parë në Evropë, kemi atë që i tha dhe Klodiani një infrastruktur me mungesë sa vjen puna dhe Korça dhe Kuksi në neshjet e 2 dhe 3 nuk pranohen me luajtur në stadiumet e tyre sepse nuk përmbushin. Gjithë kjo mori problemesh, pa rezultate, pa infrastruktur, me dhunë. Ja, sot më larg se askush në stadiumin e Vlorës ndodh një skandal i papar. Rrihet presidenti nga një hyrje ku në tribunën VIP. Të janë gjitha të lidhura me një diçka që ka ardhur koha që edhe komuniteti i futbollit bëj si politika, filloi këto ndryshime në të mirë të futbollit se i bën mirë futbollit. Okej, e dira si për 2 ndeshjet me Çiprin dhe Zvicrën. Jo që s'ka rëndësi fare, do të thënë se çfarë rezultati do marrë ka rëndësi. Këto ndeshje do të shikoj me një synim për të vetëm do i lexoj dhe do shikoj përmes tyre nëse De Bjazi ka ndërmend që të vazhdoj më tej me ndonjë strategji apo do t'i lëm prapë rastësisht, se nëse prapë mendimi përfundimtar i De Bjazit ngelet ajo që thanë në ndeshjen para Islandës, që të luajmë ndeshje me dinjitet, që për mua nuk është në një synim që të çon kush e di se ku, atëherë normalisht do jenë edhe këto ndeshje shumë të dobta. Interesi i De Bjazit, synimi i tij duhet të jetë që këto ndeshje të fitohen në mënyrë që ne të shikojmë ndeshje pak a shumë të lexueshme. Të mundohet të di unë që do ta lexoj ndeshjen, të jem në gjendje të parashikoj se çfarë do ndodh me këtë kombëtare për eliminatorët e vitit e Euro 2016-s. Në rast të kundër Nertil nuk pres ndonjë gjë të madhe, ashtu si kundër është regjistruar në emisionet e mëparshme që s'kam pritur ndonjë rezultat as nga ndeshja e Slovenisë dhe Islandës, për një arsye shumë të thjeshtë, kjo kombëtare është pa bosht. Sulçe. Okej, Klodi. Okej, mund ta vëdhësh pastaj Sulçe, se do ta mbyllim.
Jo, unë e thash dhe për para, këto dy ndeshje do t'jenë ato, do më thonë, ku realisht Shqipëria është me kontok tashmë dhe normalisht duhet vazhdoj ajo idet të trajnerit dhe Bjasi, i cili e dia i se çfarë kërkon nga ekipi në këto dy ndeshje, por unë mendoj që do të mundohen sa më mirë që t'i bëjnë një mbyllje të mirë, të paktën nga ana sportive, dhe e thash dhe pak më para, ky ekip po ta marrësh vesh ekipi, stafi, trajneri, domethënë Boshti, meriton fjalët më të mira për këtë edicion, sepse nuk ishte lehtë domethënë që ata të krijonin këtë ekip dhe brenda këtij edicioni të krijosh lojtar, të krijosh të ekip dhe të arrish edhe rezultate. Normalisht që brenda kësaj pune ka dhe gabime dhe këto gabime u vunur edhe në ndeshjet e fundit. Nuk jam shumë dakord sepse grupi jonë, grupi E, është grupi më i favorizuar që mund të mate me të gjithë me sukses, nga i pari deri te më i mrami. Dhe në këtë grup ne s'jemi as me Spanjën, as me Francën, po jemi me një grup shumë të mundshëm për të kualifikuar, për të gjitur një... Po të kishe që më i vëmendshëm, zoti Bushati, unë të gjë e thash edhe më përpara, që ishte një grup shumë i arritshëm për këtë gjë dhe ne na ushtua ajo dëshira dhe etja për të kualifikuar. Sulçe për dy ndeshjet e radhës? Sulçe, vetëm shkurt të tani se... Unë s'kam folë në njërë gjatë. Okej, Zvicra dhe Qipro, Qipro dhe Zvicra, okej. Duhet shikojmë fush lojtarë si Klod Duro, që personalisht gjithmonë e kam pëlqyer në ekip kombëtar, dhe sepse në njërë s'ka pas performansën në klub, a i njeri pësonte një shndërrim kur lute për fanelën e kombëtarës në çdo pozicion, dhe këta lojtarë duen që të luajnë me gjithmonë dhe t'japin gjithë shka për kombëtarët. Disa e kanë marrë mesazhin, janë shkruar te bloku i zi dhe Bjazit, listën e zezë, dhe normalisht ndeshjet më të rëndësishme nuk dhanë atë që priste një kombi tërë i futbollit, dhe derisa këta djem nuk munden ta largohen, sepse ka dhe djem tjerë që e duan këtë panel, duan që të luajnë, duan të marrin rezultate, duan të japin më të mirën. Ata që nuk munden, le të hapin krahun. Hoxha. E para ne duhet gjëra që duhet të kërkojmë kombëtarës son, që nga federata deri te trajneri i kombëtarës është kjo. A ka mundësi Shqipëria për të qenë në pozicion më të mirë? Deri tani na kanë thënë që ka mundësi për të qenë në pozicion më të mirë. Rezultatet kanë treguar që ne nuk kemi mundësi. Këto dy ndeshje do na tregojnë edhe për këtë edicion, nëse ky edicion ishte një sukses apo ishte një dështim. Në qoftë se të dyja ndeshjet humbën, sepse njëra është me Zvicrën shumë e fortë këtu dhe tjetra është në Kipro, që mund të bëj vaki dhe të fitojmë të dyja dhe të kapim atë pozicion që se kemi kapur kurrë, por këto janë dy ndeshje që do ndajnë këtë edicion nga... Me Zvicrën dhe mund të fitojnë. As më interesojnë fare dy ndeshjet me Zvicrën dhe me Kipron. Skuadra jonë përfaqësuese ka mbyllur këtë cikël. Uroj që Federata Shqiptare ta rinovojë sa më shpejt kontratën me Debiazin, sepse jam që Debiazi të vazhdojë dhe për një 2 vjeçar tjetër. Më intereson çfarë do bëjë Debiazi pas këtyre dy ndeshjeve, pra preliminatore të 2016. I uroj suksese trajnerit kombëtarës, por vetëm me një kusht, kujdes ndeshje me Islandën. Mos përsëritet ato gabime. Me zotin Bushati. Zoti Bushati, duhet të rinovoj Armando Duka në krye të federatës apo Xhani Debiazi? Më zgjidh një. Në krye të federatës? Do ishte më pozitive mos 10 vjetëve, 12 vjetëve, ta liron të vendin si që liruan edhe në politikë. Edhe... Pra, më mirë jeni për tikur Duka se sa për tikur Debiazi. Edhe Debiazi mund të qëndroje, Duka dhe mund të hitë. Okej, kjo ishte fundi. Vetëm shkurt. Për të bashkangjitur pyetjes tua, unë jam i mendimit, domethënë, që ky projekt i nisur, normalisht me 2 ndeshjet e fundit që kemi në grup i afrohet pak a shumë atyre, domethënë, rezumes të komplet të edicioni, unë jam i mendimit që trajneri duhet të jepet shansi që të rinovoj kontratën edhe për edicion e ardhshëm, që unë mendoj që në këtë edicion atëherë do duket më konkretisht aftësia dhe ajo që ka Debiasi përgatitur në këto eliminatore, unë mendoj që frytet nëse ai mendon të vijen objektiva. Qa do realizoj? Sepse që të arrish edicionit dhe për mbrëmjen e sotme, tash po më duket si kryeministri, më jep objektivat për 100 ditë. Pastaj për 300 ditë. I vjetri do të objektiva. Unë ja thash në fillim, unë ja thash në fillim, duhet jemi realistë dhe të durueshëm. Do të thotë që ky projekt i nisur duhet kemi durim dhe duhet të gjithë, domethënë, të presim dhe të marrim frytet e tij, sepse por duke lënë Debiazin të punoj vetë. Punët e mira
mira, unë mendoj që ajo shaqi hapsa punoj vetë. E lutem, ma bëj fund se kam kalu limitin. Punët e mira kërkojnë kohë. Okej, Zotë Bushati, ju falenderojmë që ishit pranishëm në studio. Faleminderit Zoti Bushati, faleminderit Edira, faleminderit Klodian Duros, faleminderit Lundra, faleminderit Suçi, faleminderit Hoxha. E di që të 6 nuk keni të kënaqur për kohën, 1 orë e 25 minuta. E di që Zoti Bushati duhet kishe më tepër kohë, si Edlira, si Klodi, si Taçi. Për kombëtarën më flasit deri nesër mëngjes. Ashtu dhe Hoxha i kërkojnë ndjes, kombëtare gjithmonë hap debat. Nderuar miq, këtu përfundon dhe Sport Debat, do të rishihemi sërish të javën e ardhshme. Natë e mirë.